bën një punë të mirë SPAK-u? Dëgjoj. Janë detaja që nuk na takon ne. Që të bëjmë Si një qytetar. analizë të tillë duhet ne pas një person që dijem pak më shumë, ti di e ligjet e ti di edhe nuk mundem Si qytetar, si të duket? Po arreston personat që duan? nuk mund të flas më tepër. Nuk më takon mua. Qytetari thjesht, jam një pensionist. Kjo do të kesh dijen, do të kesh shkollën për kace që Duhet futur në një politikan? nuk do të flasim dëshirat. Dëshirat dëshire do kishe për me faktin janë shumë larg. Me dëshirë, kush do të futej SPAK? Ato që bëjnë gabime, ato që janë të korruptorit, do të futen patjetër të dy. Për shembull, një korruptuar? Patjetër do të shkojë këto. Kush është një i korruptuar? Ato i korruptuarin tash e zbulon drejtësia. Janë hapat e tillë që ato e shohin kush e meriton ose pa fakte. Kush është i korruptuar kur faktet dalin vërteta dhe Ka fakte për shembull? pa fakte nuk arrestohet kush. Që jemi ne të vjedhër, nuk ka fakte? Tash ja po flet si e perceptojmë ne. Ne e perceptojmë, po faktet janë kokë forta, ato nuk janë me lëviz.